Ndryshe, protesta e qytetarëve ka nxitur debat në Komisionin e Ligjeve mes mazhorancës dhe opozitës, ku Ulsi Manja ka shprehur mbështetje ndaj protestës që vazhdon prej 10 ditësh, por i drejtoi një pyetje ironike opozitës nëse ata shkojnë dot apo jo dot në protestë, pasi qytetarët janë edhe kundër opozitës. Prova plot që sistemi patronazhimit është sistemi i cili po masakron administratën publike. Juve nuk besoj që nuk e dini atë historinë që çdo në punë si administratës publike do të binte listën e atyre brenda dhe jashtë Shqipërisë për vota vitin që shkoi, që është pjesë e raportit. Dhe çështjen e patronazhimit, mos na e dëgjoni ne, lexoni se keni në raportin e IBAN-it. Kushdo zyrtar publik, qoftë i cili do bindjes së aspektit politik, ka të drejtat e tij që garanton ligji për shërbimin civil. Ka të drejtë të angazhohet në aktivitete politike jashtë orarit zyrtar, ka të drejtë që të marrë pjesë aktivitete politike në përputhje me detyrimet që parashikon ligji. Si në rastet e fushatave zgjedhore për zgjedhjet vendore dhe për fushatat zgjedhore në nivel kombëtar, ka një ulje të numrit të rekrutimeve të administrat pikërisht për shkak të faktit sepse procedura e rekrutimit pezullohet. Do të thotë që për gjatë gjithë kësaj periudhe kohe ne jemi munduar që përveç se të pezullojmë procesin, pra të ngrim procesin e rekrutimit. Po askujt nuk i shpjegoj arsyen pse në të gjitha raportet po del si çështje kryesore abuzimi brutal i gjithë burimeve shtetërore dhe mbi të gjitha administratës publike si mekanizëm për marrjen dhe mbajtjen e pushtetit. Dhe këta janë njerëzit të cilët dhe duke qenë profesionistë në fund fare detyrohen të marrin pjesë në përshtabe. Besoj e keni parë të videon virale se si kur u zbulua nga media një zyrë elektorale, vun kapuçin ata drejtorët dhe ikën me gjithë laptop. Për çfarë suksese mund të flasim tani? Ta bëjmë pak më konkret diskutimin. Shqiptarët janë në shesh. A mund ta lënë këtë mbledhje komisionin në orën 6? Dhe ti dëgjoni shqiptarët çfarë mendojnë për këtë administratë. Çdo diskutim tjetër është i pavlerë. Edhe ky raport për mua sigurisht është një raport i pavlerë për vetë faktin që nuk ka matës më të mirë se sa shqiptarët që po e shprehen zemratën dhe revoltën e tyre me shumë të drejtë. Është këtë normale në demokraci që protestohet dhe protestohet kundra qeverisës, do protestohet kundra jush, po e reja e kësaj proteste në fakt është, nuk e di a mund të vini ju në orën 6 me ne aty kur të bashkëbisedojmë me qytetarët, se o e vetëm një protest ku thuhet kërkohet dorëheqja e liderëve të opozitës. Është normale të protestosh kundra qeverisë, sepse në fundi qeveria ka përgjegjësinë e qeverisjes, por unë dua t'i përgëzoj protestuesit, sepse proteste lirë, qytetare, demokratike, është e shëndetshme për demokracinë, madje është një tregues që kemi një administrat e cila pasi mbaron detyrimet që ka ndaj shtetit del dhe proteston. Por që kjo protest që po bën xhiron e botës të jetë kundra opozitës dhe madje se miku zoti Bylikbashi, një kryetari i opozitës që o zgjedh me zgjedhje një antar, një vot me datën 17 maj. E kupton tani? Ky është kulmi. Tani sa për mbretin ton, ore ne e kemi mbretin, për ju s'keni mbret hiç? Ju jeni pa mbretër kret. I fare hiç. Kështu.